Të dashur shikues, po vazhdojmë tutje me rrjedhën e emisionit fundjavë. Tani është koha e rrëfimeve të grave të suksesshme, ku shpesh herë kemi të ftuara gra të tilla që gjithmonë janë zëri i grave në përgjithësi në shoqërinë tonë një të tillë. E kemi të ftuar edhe sot në studio bashkë me mua në studio zonja Vetone Veliu. Mirëserët në si mirë pas studio. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, faleminderit për mundësinë me nda dhe përvojën time të punës, po edhe të gjitha grave të Mitrovicës, së bashku kuptohet edhe me organizatën time edhe kolegët e mia. Si po ecën këto ditë për juve në organizatë, vetë se na tregua që jeni në fillim të një trajnimi, gjitha përgatitjet vetë se kanë përfundu? Po, mirë kemi filluar edhe këtë vit, edhe pse kuptohet që tash veç kanë fillu krizat pak të donatorëve, po kemi projekte që vazhdojmë për vitit kaluar, kemi projekte të reja, besojmë që ma vonë do të kemi edhe të tjera, shohim. E përmenda edhe në fillim që qëllimi juaj kryesor mbetet fuqizimi zëri i grave. Çka pikërisht është organizata juaj? Cilat janë ato qëllimet kryesore dhe objektivat e saj? Asociacioni i grave të Mitrovicës për të drejtat e njerëzit, ashtu quhet organizata jonë, do të thonë Mitrovica Women Association for Human Rights. Realitet në programi i saj kryesor është paqja. Për shkak se na vim prej një rajonit që ende ballafaqohemi me probleme me detensione politike, dhe kështu që ajo që është kryesorja është dialogu në mes të komuniteteve me theks veçantë të komunitetit serb dhe shqiptar, edhe kuptohet që ato që janë ngatshme më shumë se si qytetare, si pjesë e shoqërisë, janë gratë, dhe kështu që kemi filluar me gratë, qysh në fillim të ekzistencës së organizatës, punojmë me gra me qëllim të zbutjes së dialogut mes serbëve dhe shqiptarëve, edhe ndoshta pak të ndikojmë ndoshta në përmirësimin edhe të një paqeje neve gjithë të themi të qëndrueshme, po është shumë e pamundur në momentet e tashme, me tensionet që ka Mitrovica, rajoni i verior është e pamundur. Po ky është qëllimi jonë kryesor. Po përmes programit të paqes ne bëjmë edhe fuqizimin e grave. Dhe si organizatë jemi themeluar vitin 2012, jemi organizatë multietnike, do me thonë sërbe, shqiptare, bosnjake dhe rome. Se vetë organizata është që ka kriju një dialog të mbrëmshëm spari, dhe pastaj këtë marrëdhënie që kemi kriju në mes stafit që jemi këtu, po e transmetojmë edhe të grupe tjera të grave. Po gjithmonë qëllimi kryesor është paqja, po duke i fuqizuar gratë. Edhe ndoshta përmendin një prej sukseseve tona, është sepse punojmë shumë në pjesëmarrjen e grave në vendimarrje dhe në proceset e paqbërjes. Dhe në gratë në vendimarrje në vitin 2013 u mbajtën për herë të parë edhe zgjedhjet në pjesën veriore, dhe ashtu filluam me projektin Voto Gruan, edhe treguam një sukses që askush nuk e ka besu, po edhe na e kemi pas vështirë besojmë që mundemi të depërtojmë në 4 komunat veriore, po kemi depërtu, i kemi planifiku në atë kohë, në këtë projekt i kemi planifiku 7 punëtorimi organizu, do me thonë 4 në pjesën veriore, 3 pjesën jugore, po neve i kemi organizu 12 punëtori në atë kohë, edhe pastaj përmes këtij programit, them ashtu, fuqizimit të gruas në vendimarrje, edhe një sukses tjetër ndoshta është që përmes ndoshta jo ndikimi, po përmes sugjerimeve, përmes bindjes të grave të reja, të marrin pjesë si kandidate për asamblejiste të qytetit. Kemi arritur të bindin disa të reja dhe prej tyre 2 veç e kanë fitu ulsën në kuvent. Kështu që kjo ka qenë një suksesioni i fillimit të mbarë të punës me gratë në vendimarrje. Pra, si e kuptova, qëllimi i kryesor i juaj mbetet paqja dhe fuqizimi i gruas në vendimarrje. Mundeni me cilësu se cili ka qenë ndoshta momenti apo viti më i vështirë për ta ndërthur këtë komunikim ndëretnik? Në fakt, vitin 2013,
kur kanë qenë veç zgjedhjet, do të thënë fushatën që kemi bëna, ka qenë e organizuar e ndarë në për komunat veçanta të rajonit të Mitrovicës. Mirë, po në vitin 2014 kemi vendosur, unë edhe kolegja ime nga Veriu, Gordana, të organizojmë një trajnim fuqizimi të grave në vendimarrje të vendimarseve nga Veriu dhe Jugu. Ashtu i quajmë na, domethënë shqiptare dhe serbe. Edhe kemi organizu jashtë Kosovës, kuptohet, në Dors, dhe ajo ka qenë një sfidë jashtëzakonisht e madhe, e fort për ne si organizat, e sidomos për mua dhe për Gocën, me të cilën neve organizojshim të gjitha. Se si ka për herë të parë do të takon shqiptarit edhe serbet në politikë, që është shumë. Pastaj problemi më i madh ka qenë te gratë serbe, për shkak se pjesëmarrja e tyre prej strukturave politike të tyre ka qenë jo e lejushme. Dëshirojnë ato të merrnin pjesë apo thjesht friksoheshin? Jo, ato dëshironin të merrnin pjesë, po problemi ka qenë te kryesuesit e partive politike të tyre, dhe në një farë mënyrë ato kanë ardhur si me tom sheft. Nuk kanë treguar askujt që janë të ardhur, që do të marrin pjesë në një trajnim me gratë shqiptare të politikës. Edhe besoni që ka qenë njëri prej trajnimeve më të mira dhe më suksesshme. Edhe pse neve po ndoj gjumë se kemi bërë si duhet, prej frigës, se 2014 ende ka qenë herët për ne, me gjithë që është gjithmonë sfidë në Mitrovic, se si do të reagojnë gratë, edhe gratë tona shqiptare, po dhe ato serbe, si do të ballafaqohen me zveti, a do të bisedojnë për të kaluarën, a do të shtojnë argumente të cilat mundën me dërgu deri te ndonjë konflikt verbal, ku e dim na. Kretë këto kanë qenë pak sfidë, jo pak po shumë sfidë për ne, po i kemi të kalu shumë mirë, edhe ato kanë kriju një komunikim jashtëzakonisht, edhe sot e kësaj dite ato gra komunikojnë me zveti përmes rrjeteve sociale, apo ndoshta tani veç është një problem tjetër, një tension shumë më i madh, po pas atij viti kanë dalë dhe kanë pi kafe edhe krejt. Do thot, ato kanë qenë ndër trajnimet e para ku jeni bashku, jeni mundu me ndërthur një dialog me zvete. Pastaj, si kanë viju gjërat në mënyrë kronologjike? Po, pastaj kemi vazhdu, kemi organizu edhe trajnimet të tjera, punëtorit të tjera, po gjithmonë ato e kanë pas sfidë ardhjen edhe pjesëmarrjen. Po me vite, dikur ka viti 2020, është të themi veç. Edhe pse gjitha këto kanë qenë, po mdoj asamblistët të qeverisë Kosovës, që është absurde, me thonë diçka të tillë s'mu dhe marrë, se s'mu lejon kryetari i partisë të marrë pjesë, pse ti ke pranu me qenë pjesë e qeverisë Kosovës, po të njëjtën anë edhe mohon një qeveri të tillë. Kupton? Po me vitet pastaj kanë filluar edhe ata në mënyrë me thonë me uzbut edhe me pranu pjesëmarrjen e tyre, po prapë duke i thënë që neve s'dim kur gjë. Jo mundeni me shku, po na nuk dim kur gjë. Kjo është ka qenë një justifikim i tyre që po ban, po na nuk dim. Edhe vazhdimisht ka vazhdu kjo, edhe me ngjarjet kur kanë fillu me u tensionu shumë, edhe me barikadat, edhe me Banjskën, me gjitha këto që neve i përjetojmë, edhe sepse në Mitrovic ajo është po të kuaj se njëtë, ndodhë nështë s'ka qenë direkt në qytet, po ato përjetohen, janë shumë të randa për qytetarët, ato s'kanë hezitu. Numri është ma i vogël, kuptohet, po ende kemi, dhe më thonë, gratë politikës që marrin pjesë në për takimet tona. Po prej atyre viteve të para, kur vetë se keni fillu, është vrejt ndoshta rritja e numrit të pjesëmarrjes së grave serbe? Po sigurisht. Vazhdimisht kemi pas rritje. Pastaj neve gjithmonë jemi mundu, mos kemi gjithmonë grupin e njëjtë. Të zgjerohemi me pjesëmarrjen e grave, po edhe me gratë profesioneve të ndryshme kemi punu në projekte tjera, në aktivitete tjera, po prapë fokusi jonë kryesor ka qenë kjo, të gratë në vendimarrje. Në realitet, na jemi mundu me bë diçka që qeveria është dashur me bë, jo na. Që ata të kenë qasje të gratë në politikë, të politikanët në përgjithësi, mirë po e kuptojmë, që ata janë të papranueshëm në një farë mënyrë,
edhe pse unë prapë akuzoj që është dashur me gjetë ata në farë mënyre për mua këtu. Po mënyra më e lehtë është sigurisht përmes shoqërisë civile me kry këto. Pastaj është një tjetër sfidë që në vete, që duhet të gjesh mënyrën se si ti qasesh aty në grave. Ajo është shumë e rëndësi, që ato të fitojnë besimin sparit e organizatat, e na që organizojmë si organizatore, për me qenë pjesë e aktiviteteve tona. Edhe neve kena arritur të bajmë atë dhe kemi organizu, po mdoj pa numër ta aktivitete, kemi organizu edhe në komunat veriore këto aktivitete, ndoshta njëmi ju përmend që duket ka qenë, po kur kanë qenë zgjedhjet Hillary Clinton, kur ka garu për kryetaret e Amerikës, ne kemi pas disa punëtori, kemi majtë në Leposavić, në realitet Soçanic është një fshat i vogël, sepse nuk kemi pas qasje, nuk kemi pas guximin me i mbajtë në për vendet caktuara ku mban zakonisht të trajnime këto, na i kemi majtë në një restoran. Edhe i kemi ftu dikun 20, se zakonisht numrin e kemi 20 grave, na i kena pas 28. Jo 28 fakt, 38 gra. 38 gra kanë qenë. Sepse pastaj njëra ka tregu tjetër se tjetra atë vijet, unë atë vijet për neve ka qenë, po se, vetëm t'ju kemi këto. Edhe, mirë ka qenë sfidën veti. Po shkojmë Leposavić, po organizojmë, më besa unë edhe kolegja ime, sepse dikun 45 minuta duhesh me bar rrugë për me shku deri në atë vend, nas kemi folë me zvete. Dhe që kemi qenë tensionume, si do të shkojnë, që ka do të bojmë. Edhe atje unë e bëj edhe një mënyrë me thonë gaf. S'ka qenë, po ka qenë për një se ka qenë public relation, jo public speech, në fakt. Edhe unë e marrë fjalimin e Hillary Clintonit, edhe fotografinë e Hillary Clintonit, edhe paragrafe, po e paraqes, edhe po ju lexoj çka ajo ka thënë, se ka pas me të vërtet një fjalim të fuqishëm kështu për gratë dhe me i pregadit ato, edhe ato po më shiqojnë mu, po më shiqojnë kolegja ime. Pas asaj, pe marë Albright, fotografinë e saj, ajo prapo banë edhe kështu më banë me kokë, hej. Apsës po kuptoj njerës për çfarë e ka, di. Kur e kemi kry, po thot, po a diti qa ke bo. Për shkak bombardimeve, Amerikanët nuk janë pranueshëm pjesën veriore. Edhe ajo është frigu që ka më kriju një tension. Fatmirësisht ka kalu gjithë çka mirë, po para hymjes i kemi pas veç rojet që po mdet grupeve të sërvetje, mirë po kalum, edhe atë sfide kalum, po ka qenë një sfidë bukur e rëndë që ndoshta kena mujt me mësu të dyjat. Tregua që zakonisht kanë qenë shumë sfiduese me i mbaj sidomos në pjesën veriore. Jeni ndinë ndonjëherë direkt të kërcënuara apo të rrezikuara në ndonjë çast? Unë jo, si vetone normal, po kolegja ime po shumë shpesh. Edhe me telefonata, edhe me shkrime, edhe me akuzime në vende publike, po shumë. Po ajo së ndalë kur, vazhdimisht ka thot unë e bëj atë çka unë mendoj edhe që unë jam ka punoj punën e drejtë që është rreth po mendoj për paqe, një komunikim të mirë qinësor, kështu që vazhdojmë ende punojmë. Po janë drejtuar ndonjëherë cekët që ju fatmirësisht nuk keni qenë prej e këtyre telefonatave apo çfarë do të qoftë, po shoqet e juaja janë drejtuar ndoshta në organe kompetente? Jo, kemi pas ndoshta kështu raste rrugës kur kemi mbajtën për shembull aktivitete në veri, fjalë rrugës, ju shqiptarët këtë atë ka pasur dhe ato gjana, po neve i presim gjitha këto që mundet me të ndodhën pjesën veriore, që janë shumë normale, po fatmirësisht prap jo me pasoja të mëdha, po ma shumë kanë qenë verbale. Përmendet këtë pjesën e aktiviteteve, projekteve, trajnimeve, çfarë projekte apo trajnime pikërisht i zhvilloni ju zakonisht me gra tjera në ndihmën e fuqisimit të tyre në vendimarrje pikërisht? Po ndoshta është mirë me cekë edhe një projekt që kemi në bashkëpunim me organizatën e grave Sandglass prej Krushecit të Serbisë. Në fakt, unë jam pjesë e një grupi avokues që organizon Kfina tel Kfina në Bashkimin Evropian për përfshirjen e shteteve në Bashkësinë Evropiane. Jemi dikun 14 gra pjesat
avokimi, ati grupi, dhe çdo vit jemi në Bruxelles, mëranda për gjatë një jave, bëjmë takime të ndryshme me parlamentar, edhe normal që i ngrisim zërin për çështje të ndryshme për gratë. Unë kryesisht roli im është prap vipje pjesës veriore, edhe është pjesëmarrja e grave në proceset vendimarrëse, edhe në proceset paqbërëse, siç është dialogu Kosovë-Serbi. Dhe aty jemi taku me kolegën time Snezhanën, edhe kemi vazhdu bashkëpunimin prej 2017-ës, dhe më tonë organizojmë trajnime të ndryshme. Në fakt, na punojmë këto aktivitete për dialogun Kosovë-Serbi, po jo në aspektin politik, kuptohet, po i ngrisim çështje të ndryshme, edhe prap ka qenë një sfidë kur jemi taku për herë të parë në gratë e rajonit të Rasinit, ashtu quhet ajo pjesë ku është organizata Sandglass, ka qenë shumë sfiduese. Sepse duhet me kuptu që atje ka shumë paragjykime për neve. Kanë menduar që na duken ndryshe. Tash mundesh me marrë me mend çfarë paragjykimi ka, se na jemi shqiptarë dhe jemi ndryshe. Në realitet kemi qenë, ndoshta me krenaria them, në çdo gjë kemi qenë shumë para tyre. Shumë para tyre. Mirë po me vite kemi ndërtu këtë komunikim shumë të mirë fqinësor mes veti, kemi zhvillu projekte shumëta, edhe vazhdojmë ende bashkëpunimin. Tashëm këtë projektin që veç shkojmë në këtë rajim, do t'jemi në orë së bashku gratë e Rasinit edhe gratë e rajonit të Mitrovicës, ku si temë është feminizmi, grupet e grave feministe, edhe zhvillimi i feminizmit në rajonet të ndryshme, po ndoj në etapa të ndryshme si që ka qenë. Do të kemi mësafire paneliste edhe prej vendeve tjera të rajonit, prej Bosnjës, kemi Macedonis, kemi prej Shqipëris, kështu që të shofim, besoj që edhe kjo ka me qenë një organizim shumë i mirë dhe shumë përfitues për pjesëmarrësit që do t'jenë në këtë trajnim. Pra janë të hapura edhe gratë tjera të rajonit të bashkangjiten në trajnimet e juaj? Se neve në fakt punojmë në rajonin e Mitrovicës që përfshin 7 komunat. Domethënë kemi edhe Skenderajin, kemi edhe Vushtrin, përfshire edhe kemi normal Zveçanin, Djepusavicin, Zubin Potokun edhe Mitrovicën Veriore. Për 7 komunave kemi pjesëmarrëse. Në fakt, çdo projekt toni, qoftë edhe atë që organizojna me të rinj, se organizojmë shumë projekte edhe me të rinj, gjithmonë i kemi multietnike, do të thonë i përfshim krejt. Në kohë të fundit, përmes edhe këtij projekti, po kemi filluar të punojmë, na kena punuar bukur shumë edhe me grupet e marginalizuara siç janë romet dhe ashkalikët, po kemi punuar pak më shumë, ndoshta kemi punuar vullnetarisht. Kurse tani kemi përmes këtij projekti që është beshte për këthejshit. Të mundësit e barabarta për një shoqëri diverse, që përfshim feminizmin, po edhe grupet e marginalizuara që mundohemi me i fuqizu edhe ato, i kemi pra grupet këto romet edhe ashkalikët, edhe kemi bërë një punë jashtëzakonisht mirë me to. Seriozisht po them me shumë krenari jashtëzakonisht mirë se kemi pas në për projektet tona, në për aktivitetet tona vajza të reja, që kur kanë ardhur në aktivitetin e parë, menzi e ka thonë emrin e vetë. Në fund kemi arrit për tyre të jenë shumë aktive pastaj në punëtori, po tani kemi vazhdimisht në për aktivitetet tona. Gjithashtu edhe gratë, kemi aktivitetet edhe me gratë, që kanë mungesë shumë të edukimit, sepse nuk e di një arsyeja ku po ky komunitet në Mitrovicë është ma i pa arsimuari në Kosovë. Edhe tash fatmirësisht diku ne kemi ndoshta ndër gjeneratën e tretë që kryen shkollat e mesme, kryesisht vajzat pak më shumë, edhe djent, po vajzat pak më shumë, edhe është kënaqësi tani me komuniku me këto vajza rome, me këto vajza shkalike. A besoni që ka vajzë që flet 4 gjuhë huja? Është e pa imagjinueshme me pas pyet para 5 viteve. Edhe kjo është kënaqësi. Domethënë kanë fillu të shoqërohen, kanë fillu të integrohen në shoqërinë Mitrovicase të kosovare kështu. Po i me vrej që flisni me shumë pasion dhe me krenari për punën që e bëni. Këtë që bëjmë tani me të vërtet po se është
Tash paramendoni ndoshta para 10 vite, vajza që punon me neve, kolegja ime, në fakt është rritë me neve në organizat. Edhe ajo e vetmja ka qenë në kohën e saj që ka kry shkollë të mesme, edhe që është inkuadru në shoqëri civile. Edhe pastaj e kemi pas shumë vështirë me i pas ato, për ata kemi shku në lagje, në mënyrë vullnetare, mi u thonë, veç kemi ardhur, bisedoj me ju, të punojna me ju, edhe kur gjë ma shumë, nuk kanë dashur as mu inkuadru se e kanë një jetë shumë problematike. Sepse shkojnë në shkollë në Beri, atje marrin ndihma sociale, edhe kështu që në shoqërinë shqiptare janë shumë pak të inkuadruara, janë pak të integrume. Shumë pak janë nxënës, mund është me numëru sa nxënës ashkali ose shkojnë për shkollat shqipe. Edhe kjo është një problem edhe një sfidë në veti për këtë shoqëri. Dhe tani ato kanë fillu mu hapë, kanë fillu me u bashkangjit edhe shoqërisë tjetër. Dhe me thonë, e kjo është një arritur bukur shumë. Nderuar, për fund që me përmbyll për shkak që tash është shumë vite, keni qenë shumë afër grave në përgjithësi dhe afër fuqizimit të tyre, duke lobuar në atë pjesë. Si e shihni sot rolin e gruas në shoqërinë në përgjithësi në Kosovë? Ka ndrim të madh. Unë kam fillu në 99-ën, kryesisht në mënyrë aktive të mirë me shoqëritë civile, kryesisht me gra, me organizatën Motra Qerjazi. Dhe tani mundin me imagjinu në atë kohë kemi punu me gratë zhvendosura prej Drenicës. Edhe gratë që kanë ardhur nuk kanë ditë shkrim shumica, kanë qenë gratë reja që kanë mbet pa burra ose kanë humbur fëmijët e tyre krejt dhe nuk kanë ditë shkrim me lexim. Edhe neve kemi mbajt një kurs, ka thënë gruaja, pikon ka qenë 33 vjeçë, më duket, thotë kam qenë stacion edhe kam pyet një djalë ku është autobusi për Skenderaj. A e ta më ka thonë t'ja je qarë. Shqyqe, ku para syve e kje. Para me ndotash. Thotë edhe a qke që kom di veten. Po kur e ka kry kursin, kam pësu me shkruajt edhe me ledzu, janë gruja ma e lumëtur. Tani s'kom nevoj me pyet diken ku dura me prit autobusin, po e ledzoj edhe diku ashtë. Ose gruan tjetër për shkak kur për herë të parë gruja diku 60 vjeçe, neve vetëm për me ju ndihmu, ato punon një diçka pundore, mandej ne ato i falshim, e ato në një mënyrë paguheshin. Edhe ajo ka pas me marrë shumën e saj, edhe unë kur ja kam dhënë asaj, thot, hej, për herë të parë po preku pare. Për herë të parë, gruaja 60 vjeçe po prek pare. E sot ku i kemi gratë. Do të thonë, ka ndryshim të madh. Ka ndryshim të madh edhe fal vetë grave. Ato dojnë më fuqizu, sikur që ajo që ka dashur me mësu shkronjat edhe leximin, ato dojnë më fuqizu dhe dojnë me qenë pjesë e vendimarrjes. Ju e dini edhe gjatë zgjedhjeve, për shembull, listat kandidateve kanë qenë gjithmonë përcaktuar prej partive politike, kurse tani kemi gratë që me votat që i merr edhe e votojnë, qytetarët e votojnë, ajo është pjesë e vendimarrjes. Do të thonë s'ka nevojë për ndihmën e 30% në një mënyrë, me thonë. Ka ndryshime shumë pozitive dhe mirë është të shku, po më duket, ndoshta duhet ende normal angazhime krejt. Për shembull, në dialog nuk kemi asnjë grua, që unë vazhdimisht loboj, që duhet me qenë pjesë e dialogut. E di një konsulente e ka vetëm qeveria dhe grua dhe asken tjetër, kjo po zgjat me vite, që është shumë e padrejtë. Është shumë e padrejtë për shkak se jemi 50% e popullatës, edhe këtë 50% që ka pas zakon, një kolege imi janë ndjes pas dhe e kemi lindë na. Edhe mos jemi pjesë e vendimarrjes për çështjet tona, për fëmijët tonë, për familjet tona, është pak jo reale. Kështu që uroj ndoshta që do të jetë në tavolinën e bisedimeve dhe ndonjë grua. Gjithmonë duke shpresuar për më mirë. Nderuar, ishte shumë kënaqësi t'ju kemi sot në studion e fundjavës. Faleminderit shumë për kohën dhe për gjithçka që ndat me ne. Ju uroj shumë suksese dhe punë të mbarë. Faleminderit shumë, edhe juve gjithashtu.